Bashkia Gjirokastër po zbaton një plan të veçantë masash për parandalimin e zjarreve të verës dhe problematikave të tyre. Prioritet po i kushtohet parandalimit të zjarreve në Pyje dhe Kullota dhe evitimit të rrezikut për qendrat e banuara. Në këtë kuadër, po bashkëpunohet në terren me banorët për pastrimin nga bimësia dhe shkuret të zonave përreth fshatrave, por edhe në qytetin e Gjirokastrës. Gjithashtu, në bashkëpunim me strukturat ligjzbatuese, synohet parandalimi i zjarreve të qëllimshëm gjatë stinës së nxehtë. Bimësia është në rritje, e pa trajtuar nga banorët dhe është shkak dhe premis për zjarret sipërfaqeve të mëdha, të cilat mund të vinë edhe me pasojë të rënda deri në humbjen e jetës së njerëzve. Për këtë qëllim, Bashkia Gjirokastër ka angazhuar grupe vullnetarësh, të cilët janë pjesë e leatashuar pranë shërbimit zjarfikës, që bëjnë monitorimin të terrenit të zonave të cilat nuk ka popullsi dhe këtë e realizon hapas hapi për probleme që dalin, informohet në kohë dhe ndryhet për të eliminuar çdo problematikë që Bashkia Gjirokastër ka hartuar plane bashkëpunimi, si me forcat informuese, ashtu dhe ato të zbatimit të ligjit dhe forcat operacionale. Këtu përfshijmë Policinë e Shtetit dhe Ministrinë e Mbrojtjes, e cila ka një batalion të këmbësorisë në Gjirokastër për ndryrje operacionale me kërkesën tonë kur ne nuk e përballojmë dot situatën. Vit pas viti është evidentuar dhe janë marrë masa dhe për zjarrvënës të qëllimshëm të cilët kanë kaluar në sitën e gjykimit dhe kanë marrë masat ose penalitetet të cilat kanë shkaktuar, kanë marrë dënimin sipas ligjeve të shtetit shqiptar. Në këto ditë vere në Gjirokastër janë regjistruar disa zjarre si shkak i të cilave janë dëmtuar sipërfaqe me barëra dhe shkure.